Ashtu si çdo mëngjes, u zgjova para se të binte alarmi. Ora tregonte 5:47, mjezakon i vjetër, i futur në trup pas kaq vitesh. Pash tavanin për disa sekonda, duke dëgjuar frymëmarrjen e rregullt të Enës pranë meje. Më pas, u ngrita ngadaj, duke kujdesur që dyshemea të mos kërciste. Banja ishte ende e errët. Ndriçova vetëm jambën e vogël mbi pasqyrë, ajo që e hedh një dritë të ngrohtë dhe të butë. U zhvesha ngadaj, duke parë trupin tim në pasqyrë. Gjoks pak të rënë, flok të thinjur në të mtha, duar me venat e dukshme. 58 vjet, por syt kishin ende atë shkëndi. Hapa rubinetin. Uji i parë ishte i ftohtë, pastaj u ngroh. Lash që avulli të mbushte hapësirën e vogël. Mora sapunin, atë me vaj uliri që na e soli vajza nga pushimet, dhe fillova të laja kraun e majt, ngadaj, rreth e përqark. Ndjeva sapunin duke rëshqitur, duke lënë pas një ndjesi të pastër, të freskët. Pastaj shpatullën tjetër, qafën, gjoksin. Mbylla syt për një qast dhe u kujtova. 30 vjet më parë, kur gjithçka ishte nxituar e pakontroluar, kur dashuria ishte flak dhe tym. Tani ishte ndryshe. Tani ishte ky momenti i qetë para agjimit, kur bota nuk ishte filluar ende të zhurmonte, dhe unë mund të jem vetëm me veten. Sapunova barkun duke ndjekur linjat që koha kishte dvendur. Nuk ishte më trupi i atij 28 vjeçarit që vraponte në plazh, por kishte diçka më të thellë tani, një njohje, një paqe. Një falënderim i heshtur për çdo vi, çdo njol, çdo ndryshim që kishte sjell jeta. Uji vazhdonte të binte, i ngrohtë, i vazhdueshëm. Avulli mbushi pasqyrën duke e bërë imazhin tim të paqartë. Ndoshta më mirë kështu. Ndoshta tani nuk shija më fytyrën time, por ndjeja gjithçka që ajo përfaqësonte. Kujtova Enën duke fjetur atje. Pluhuri në raftet e librave që nuk i pastroj kur. Kafen e mëngjesit që do të bëja për të dy. Dritën që depërton nga perdet kur dielli ngrihet mbi kodrat. Sapunova këmbët, mi nga një, me të njëjtin ritëm. Gishtat, thembrat, kyçet. Secili lëvizje një riti ngadalt, një meditim në ujë. Dhe në këtë rrjev të qetë, ndjeva atë që ndjej çdo mëngjes kur e bëj këtë. Një lidhje të thellë, të heshtur, me trupin që më ka shoqëruar për 58 vjet. Një mirënjohje e papërshkrueshme për çdo rrahje zemre, çdo frymëmarrje. Kur u mbylla në ujë për të shpëlar sapunin, mendova për të gjitha mëngjeset që do të vinin. Secili prej tyre një dhuratë, njëri prej tyre një përsëritje e këtij rituali të shenjtë që askush tjetër nuk e dinte. Dola nga dushi. U thava ngadaj me peshqirin e madh të bardhë. Çdo pikë uji që fshihej një përkëdhelje tjetër. Vesha rrobat e punës, ato të njëjtat që kisha veshur të njëjtën. Kreva flokët. Hapa derën e banjës dhe dritën e mëngjesit filloi të depërtonte nga dritarja e kuzhinës. Ena po zgjohej. Dëgjova zërin e saj të ëmbël. Ke bërë dush? Po, i thash. Uji ishte perfekt. Ajo buzëqeshi. Atë buzëqeshje që e njoh më mirë se fytyrën time në pasqyrë. Dhe ndërsa shkoja të bëja kafe, ndjeva sërish atë ndjesi. Atë ndjenjë të plot, të qetë, të përditshme. Ajo që më mban gjallë. Jo flakët e mëdha, por kjo ngrohtësi e vogël, e heshtur, që zgjat 6 minuta çdo mëngjes, dhe pastaj mban gjithë ditën. Kafeja filloi të pikonte, duke mbushur kuzhinën me atë aromë të njohur. Ena erdhi nga dhoma e gjumit, e mbështjell me robën e saj të butë blu. Më përqafoi nga pas, duke mbështetur kokën në shpatullën time. E di çfarë më pëlqente ti? Më pëshpëriti.
Çfarë? Që je gjithmonë i njëjti, çdo mëngjes, po të njëjtin ritual. Dushi, kafeja, pastaj kjo qetësia. Buzëqesha pa u kthyer. Ndoshta jam bërë i mërzitshëm. Jo, tha ajo duke e shtrënguar përqafimin. Je i sigurt, je shtëpia. Prita që kafeja të mbaronte. 2 gota qëllqi, njëra me pak qumësht për të, tjetra e zezë për mua. U ulëm pranë dritares, ashtu si kishim bërë për më shumë se 20 vjet. Dielli po ngrihej ngadalë mbi kodrat, duke lyer qiellin me rozë dhe arë. Dhe ndërsa pija glenkën e parë, ndjeva përsëri atë valë të vogël mirënjohjeje. Jo diçka e madhe, jo diçka që duhet të shpjegohet. Thjesht ky moment, dora e saj mbi timen, ngrohtësia e kafes, heshtja e përbashkët. Ena ngriti kokën dhe më pa me atë vështrim të sajnë, atë që më ka parë përmes të gjitha stinëve të jetës, nuk tha asgjë, nuk ishte nevojë. U ngrita për të marrë bukën nga dolapi, dhe ndërsa ecja, ndjeva gjithçka. Këmbët që më mbajnë ende të fortë, zemrën që rreh me të njëjtin ritëm prej 58 vjetësh, duart që ende mund të përkëvelin, të mbajnë, të ndjejnë. Kjo është ajo që kam zbuluar. Lumturia nuk qëndron në gjërat e mëdha, jo në pushimet ekstravagante, jo në sukseset që bëjnë zhurmë. Lumturia është këtu, në këto 6 minuta çdo mëngjes, në ujin që rjedh mbi lëkurën time, në sapunin që kujdeset për mua, në trupin tim që më ka shërbyer me besnikëri për kaq shumë kohë, dhe në këtë grua që zgjedh të më dojë çdo ditë, jo pavarësisht moshës sime, por pikërisht për shkak të asaj që ajo ka ndërtuar bashkë me mua. Ndërsa haja bukën e fekur, pash reflektimin tim në xhaminë e dritares. Një burr i thjesht, me rrudhat e tij, me flokët e tij të thinjur. Dhe pash edhe diçka tjetër, dikë që kishte mësuar të domte veten. Jo me egoizëm, por me atë dashuri të qetë, të përdiqme, që e di se trupi nuk është për t'u përdorur, por për t'u falënderuar. Je në mendime, tha Ena. Po, ju përgjigja. Po mendoja sa bukur është të jesh gjallë. Ajo buzëqeshi dhe përkuli kokën. Unë e pash për një çast të gjatë, flokët e saj tani të thinjur plotësisht, duart e saj me njolla moshe, por sytë e njëjtë që më kishin parë për herë të parë 30 vjet më parë. Dhe kuptova se çdo mëngjes është një mundësi e re, një fitlim tjetër, një çast tjetër për të qenë plotësisht i pranishëm. Ora tregoi 6:30. Ishte koha për të filluar ditën. Por diçka brenda meje vazhdoi të qëndronte aty, në atë dhomë të vogël, në atë dritë të mëngjesit, duke ndjer atë që ndjej çdo ditë, pa fjalë, pa zhurmë, pa troc. Thjesht një njohje e thellë, e qetë, se gjithçka është në rregull, se unë jam në rregull, se ne jemi në rregull. Dhe kjo mjafton.